Lajmi që përfshin edhe Shqipërinë, zoti Aliaj, është se samiti i radhës do të mbahet në Tiranë. Edhe pse nuk është specifikuar një agjendë, një afat konkret, por çfarë do thotë kjo për një vend si Shqipëria, vend antar i NATO-s, në aspektin politik, ushtarak, strategjik, diplomatik? Unë uroj shumë që të jetë kështu, pra që të mbahet samiti tjetër të jetë në Tiranë. Por kam dyshimet e mia, sepse në deklaratën përfundimtare aty thuhet që mirupafshim në samitin tjetër dhe nuk thuhet asnjë gjë për vendin se ku do mbahet ky samit. Vitin që shkoi, samiti u mbajt në Hag dhe në deklaratën përfundimtare është lehtësisht e vërtetueshme kjo që them unë. Mund ta shihni mund t'i gjeni në internet. Në deklaratën përfundimtare thuhet që samiti i vitit 2026 do mbahet në Ankara. Po. Në deklaratën e djeshme nuk thuhet që ku do mbahet ky samit. Mark Rutte, pra sekretari i përgjithshëm, tha që do mbahet ashtu siç është thënë në Hag, pra në Tiranë. Por un kam dyshimet e mia. Uroj që të jetë Kryeministri shqiptar ka marrë të mirë qenë dhe ka konfirmuar edhe nga Ankaraja. Të rëntoja, televizioni publik turk dje ka thënë jo, që nuk do mbahet në Tiranë. Deklarata përfundimtare nuk e thot një gjë të tillë. Pra nuk thuhet diçka të tillë. As Rutte nuk e ka shprehur literalisht fjalën Tiranë në një deklaratë. Ai thot që do mbahet ashtu siç kemi rënë dakord në Hag. Pra, ai thot kështu. Por deklarata përfundimtare, sepse siç e thash, në deklaratën përfundimtare të Hagës është cilësuar që do mbahet samiti në Ankara në Turqi. Unë uroj shumë që të mbahet në Tiranë, sepse do jetë një diçka shumë pozitive për Shqipërinë, por kam ato dyshimet e mia në këtë drejtim. Dakor. Kjo mbetet për të parë gjithsesi. Informacionet që vijnë nga Ankara, të paktën nëse i referohemi qeverisë, burimeve qeveritare, thonë që do të mbahet në Shqipëri. Gjithsesi, kjo mbetet për të parë.